Aktori njohur i humorit dhe njëherë është një prej zërave më të fortë publik pro së djastës, Yul Deda, ka tërhequr vëmendjen e opinionit këtë të premte pas një paraqitjeje të papritur para godinës së prokurorisë së posaçme SPAK. Fotografia e publikuar nga vetë aktori në rrjetet sociale është bërë menjëherë virale, duke hapur një sër diskutimesh dhe hamundësimesh mbi arsyeën e kësaj vizite. Në imazhet e postuara, Deda shfaqet pranë ambienteve të SPAK-ut, ndërsa krahas tyre ka lënë edhe një koment me tone sfiduese. Unë vi sa herë të doni, por i keni rënë gabim. S'keni çfarë më bëni. Mesazhi i tij enigm ka ngjallur reagime të shumta, si nga ndjekësit, ashtu edhe nga figura të tjera publike, duke shtuar misterin rreth qëllimit të prezencës së tij aty. Ende nuk është bërë ditur nëse aktori është thirrur nga struktura e posaçme për ndonjë çështje të caktuar, apo nëse gjithçka është pjesë e një batute, satire apo projekti të ri artistik, gjë që Deda njihet për ta bërë shpesh për të provokuar reagjime. Për momentin mbetet e paqartë nëse kemi të bëjmë me një situatë serioze, një shaka të menduar mirë, apo një mënyrë të re komunikimi të aktorit me publikun. Detajet pritet të zbardhen në orët apo ditët në vijim, ndërsa rrjetet sociale vijojnë të ziejnë nga komentet dhe interpretimet e shumta që ka sjellë kjo paraqitje e papritur e Yul Dedës para SPAK-ut.